Zoe Dule, duket sikur keni zgjedhur të flisni vetëm nga foltorja e kuvendit për protestën që nisi nga Zvërneci, por është vendosur në ditën e saj të 49 sot në Tiranë, në shesh përpara zyrës së zotit Rama. Një zgjedhje juaja për të qëndruar larg? Faktikisht nuk i ka qëndruar larg, kam qenë disa herë edhe i pranishëm fizikisht në protest, por duke respektuar qëndrimin e protestuesve që nuk kanë dashur politikanët të kenë një pjesëmarrje aktive. Është një qëndrim, është një vendimarrje e tyre plotësisht e respektueshme. Që nga dita 1 i kam shprehur qëndrimet nga salla e kuvendit për çështjen e Zvërnecit, por për të gjitha hallkat dhe problematikat të cilat janë të mishëruara në çështjen e Zvërnecit. Se çështja e Zvërnecit është vetëm maja e icebergut. Sa i takon çështjes pronave, vonesat, kthimin, vonesat, problemet në kthimin e pronave. Është çështja e mbrojtjes së ambientit. Është çështja e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. Është edhe zhvillimi më i fundit që është paketa e maleve. Të gjitha këto janë shprehje të së njëjtës politik, të ndjekur nga qeveria dhe nga kryeministri, që do të thotë se nuk kemi princip, ose siç thot populli, nuk ka din dhe nuk ka iman, dhe nuk respektojmë as krijesën e Perëndis dhe as të njerëzimit. Nuk duam t'ia dim për natyrë, nuk duam t'ia dim për trashëgimi kulturore, nuk duam t'ia dim për të drejtën e shenjtë të pronës. E qartë, është një çështje që do të marrë zgjidhjen në mendimin tuaj, se ju jeni shprehur se qeveria duhet të pezullojë çdo investim strategjik derisa të zgjidhet çështja e pronave. Po sa kohë ka 30 vite që vazhdon? Kur do të kemi një zgjidhje? Shikoni çfarë ndodh. Nuk jemi të vetëm në këtë betejë të pronave. Personalisht jam i angazhuar për arsye se edhe elektorati përfaqësues që më mbështet ka një problematik shumë të theksuar disa dekadash. Mos njohje, mos pamundësia për shfrytëzimin e pronës dhe kështu me radhë. Kemi qenë në momente që ishim krejtësisht të vetëm, pa asnjë mbështetje. Madje edhe të keq kuptuar, përse interesohet Partia Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit për çështjen e pronave në zonën e Bregut. Përse dhe çfarë qëllimesh fshihen pas kësaj politike. Sot nuk jemi më vetëm. Sot kemi mbështetjen e shumicës dërmuese të shoqërisë, opinioni publik është dominues në këtë drejtim edhe në rrjetet sociale, por kemi edhe Bashkimin Evropian. Çfarë ndodhi përpara 2 vitesh? Kemi ligjin famëkeq të investimeve strategjike. Në një kohë që ky ligj kishte ardhur momenti të shfuqizohej, sepse ishte me afate kohore të përcaktuara, por për ne ka qenë një gabim dhe fshihte një tendenciozitet që në momentin e votimit të tij, qeveria në mënyrë të njëanshme e shtyu deri në fund të vitit të ardhshëm. Tani del kryeministri dhe na thot, në një kohë që ishte ai që shtyu afatet kohore, se e ka përmbushur misionin e vet. Misioni i atij ligji ishte grabitqar, të grabiste pronën. Sot kemi Bashkimin Evropian që e kondicionon. Nuk mund të avancoj procesi integrimit pa rrëzuar këtë ligj. Kemi të famshmin ligj 21/2024. Askush nuk mund të harroj debatin që kemi zhvilluar në parlament në momentin e diskutimit të amendimeve të sjella nga zoti Rama. E harroni atë pikën e vogël që u bë virale, që na u tregua në hartë në Ksamil në ish hapësirën e parkut kombëtar të Butrindit, e cila është që naturalizuar me amendimet e zotit Rama dhe kështu me radhë. Tani, edhe në atë çështje, nuk jemi më vetëm, e kërkon Bashkimi Evropian. Se kur thoni jeni vërsulur jugut, nuk flisni vetëm për Imarën. Problemi është në të gjithë Shqipërinë. Në të gjitha hapësirat bregdetare dhe tani edhe malore. Përse ne kemi insistuar te zona e Himarës? Sepse natyrisht që secili lufton për konstituencën e vet elektorale.
Unë kam qenë në vazhdimsi me përjashtim të një mandati deputet i qarku të Vlorës për rreth 15 vitet e fundit. Natyrisht do ngre ato shqetësimet që i njoh më mirë, që i përballoj për ditë në aktivitetin tim politik dhe që u intereson drejt për së drejti njerëzve të cilët më kanë besuar me votën e tyre. Por, duhet të kemi edhe diçka tjetër. Intensiteti dhe masiviteti i tjetërsimit të pronës në hapësirën e Bashkisë së Himarës është më i madh se në çdo njësi tjetër administrative. Këto me fakte. Përjedhoj, në një kohë që e kemi shtruar në vazhdimsi dhe kemi qenë shpeshherë të kufizuar në mundësitë tona për të ardhur në ndihmë komunitetit, sot nuk jemi më në situata të tilla. Sot është e gjithë shoqëria e ngritur në këmbë, jo vetëm për Himarën, jo vetëm për Zvërnecin, jo vetëm për Jollin, dhe gjithë rastet e tjera të cilat në mënyrë nominale janë përmendur gjatë kohëve të fundit, po për statusin e pronës në të gjithë territorin e Republikës. Duhet që prona të shkojë tek i Zoti. Sepse nuk është thjesht dhe vetëm mosnjohja e pronës. Edhe ata që kanë arritur ta njohin në njërin apo tjetrën mënyrë pronën, nuk kanë mundësi të shfrytëzimit dhe të zhvillimit të kësaj prone, në qoftë se nuk do ta sakrifikojnë atë në projektet a priori të përcaktuara nga kryeministri i vendit, për ta shitur tek oligarku me kushtet, termat që përcakton politika qeverisë. Diçka që nuk ndodh në asnjë vend, dhe aq më tepër në një vend aspirant të Bashkimit Evropian. Nga dita e parë, referuar rastit të Zvërnecit dhe gjithçka ndodhi atje,